Gjendja aktuale politike ka ndikuar mjaft keq tek qytetarët e komunës së Gjakovës. Ata u shprehën të pakënaqur me zhvillimet në vend dhe thanë që primar është gjendja e popullit dhe sidomos të ofrohet mbështetje familjeve që janë në varfëri të skajshme. Batisha Spahia u shpreh se askush nuk mund të jetë i qetë në një botë ku të varfërit ecin me miljet për të siguruar ushqimin, ndërsa të pasurit ecin me milje për të tretur ushqimin. E ata që mund të zbusin varfërinë në vendin tonë janë qeveritarët tonë. Papunësia, varfëria tonë për vetit, kush e ka, vetë kanë qenë për puna, mo për qeverinë mos vetë, për ditë të coptua atje të burgos, për njerëz në kamet vetë më shku të drini momit. Tonë pa punë, djenë pa punë, qikat pa punë. Shka me shku, ka me majtë, kërkajq, njerëz ka një parhapa me vle, shka të vinë jetë aty në kërkun. Nuk di shka me folë ma keq më s'ka ku shkon. Secila prej qeverive që ka drejtuar vendin ka premtuar politika sociale për përmirësimin e jetesës së shqiptarëve. Por papunësia dhe varfëria tregojnë se këto nisma dhe reforma në sektor të ndryshëm nuk kanë rezultuar në pozitivitet, tha Miftar Shala. Secila prej qeverive që ka drejtuar vendin ka premtuar politika sociale për përmirësimin e jetesës së shqiptarëve. Por papunësia dhe varfëria tregojnë se këto nisma dhe reforma në sektor të ndryshëm nuk kanë rezultuar në pozitivitet, tha Miftar Shala. Jam shumë i ndinjuar unë si qytetar për aktualitetet cilat kanë ndodhin në Kosovë dhe mendoj se kanë humb atë rrugën e komunikimit, kanë humb rrugën e dialogut dhe se dialogu është i vetmi instrument dhe vetmja zgjidhje që mund t'i ofron njerëzit dhe mund t'i ofron në veçanti politikajt. Për fat keq nuk janë ka mendojnë për problemet cilat ballafaqohet populli i Kosovës. Shihni, sinqerisht ju them, edhe pozita në veçanti rend parë është fajtore për këtë situatë. Megjithatë, opozita domosdoshmërisht ka qenë e thirrur dhe është desh të ulet dhe të bashkëbisedoj. Problemi i varfërisë ka filluar ta pllakosë shoqërinë kosovare. Jemi duke përjetuar vërshimin më të madh të qytetarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ku shkaku kryesor thuhet se është varfëria si dhe mungesa një jete më të mirë në vendin tonë, tha Erseika Krasniqi. Mendoj se qeveritarët duhet të bëjnë më shumë për familjet skamnore, sidomos në disa komuna ku shumë qytetarë janë varfëri të skajshme. Ju kisha lutur qeverisë që t'i lejë anash problemet mes vete dhe të merret më shumë me popullin. Mposhtja e varfërisë nuk është një vepër bamirësie, por është një vepër drejtësie, kështu tha një tjetër qytetar. Unë mendoj që qeveria dhe shteti jonë më marrë sa më shumë me familjet që ka nevojë për me ndihmu, e jo më marrë me protesta, me sene që na çojnë përpara veç mbrapa. Shumë janë harru, mirë sa më shumë me bë për ta, tash odime në koha normal tash shketësohet, ftoft si çdo kush që ka. Ndërkohë, sipas të dhënave të UNDP-s, shkalla e varfërisë në Kosovë është 35%, ndërsa ajo për varfëri të skajshme është 10%. Në rajonet më të prekura nga varfëria në Kosovë hyn edhe komuna e Gjakovës, afro 54%. E derisa qeveritarët e opozitarët të merren vesh mes vetes se kush do të jetë më i fortë, mos keqi po opson popullata e sidomos ata me gjendje më të rëndë sociale.